Që nga 6 maj në Klos të Shqipërisë po vazhdojnë kërkimet për Ardit Beshirin, cilin e zuri masivi dheu që rrëshqitje. Në ndihmë të autoriteteve atje së fundmi shkuan edhe ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, njësiti i kërkim shpëtimi e cilët intervenuan me pajisje të specializuara dhe qend kënënd. Pavarësisht se ende nuk ka rezultate konkrete në terren, pjesëtarët e FSK-s konsiderohen të jenë prej më të përgatiturve në Ballkan pikërisht për intervenime të tilla. FSK-ja është lidere sa i përket elementet të kërkim shpëtimit dhe raste të tilla po njëkohësisht në mbështetjen që ne ka dhënë FSK-ja në vazhdimsi forcat armatore shqiptare e tregon për një fakt esencial dhe krucial që bashkëpunimi reciprok dhe direktiva mbrojtjes të dyja vendet kanë një reflektim pozitiv dhe progresiv. Ndihma e FSK-s për të disotën herë në Shqipëri konsiderohet si rritje shpresë për gjetjen sa më të shpejtë të Beshirit. Duket se ndihma që vjen nga jashtë duket se mund të jetë edhe decisive. Sigurisht që FSK-ja e Kosovës ka dhënë një ndihmë jo të vogël dhe kam përshtypjen që duhet ta jap edhe në vijim për të patur ndoshta një rezultat. 29 vjeçari Ardit Beshiri po punonte në fabrikën e përpunimit të kromit. Deri tani në vendin e ngjarjes është gjetur një nga këpucët që dyshohet të jetë e viktimës. Këpuca nga vendi i ngjarjes, ka një qenë skavatori deri poshtë mund të jetë një 700-800 metra.